Kinema Hyre e Hana në ekranin gjigant të saj mbrëm shfaqi filmin francez Tony and Famille në kuadër të javës frankofone që si vjet për qendër ka qytetin e Gjakovës. Në këtë ngjarje kulturore ishin të pranishëm zyrtar të ambasadës franceze në Kosovë, të cilët u shprehen të kënaqur me organizimin. I'm very pleased to be in Gjakova. It was a pleasure to have the... Jam shumë i kënaqur që jam në Gjakovë. Ishte një kënaqësi të bënim inaugurimin ndja, me kërcime dhe muzikë. Gjatë javës do të kemi filmat këtu në kinema. Do të jetë një program shumë i mirë. Njerëzit mund të vinë të shikojnë filma vetëm francez, por edhe zvicran e gjerman. Besoj që njerëzit do t'ju pëlqejë. Çdo vit na zgjedhin një qytet në Kosovë, dhe këtë vit kemi zgjedhur Gjakovën për këtë program. Gjakova lidhet edhe me Lodèv, një qytet në Francë për shkak të shëmtuarit dhe lipodrimit. Por edhe për traditën dhe kulturën që ka ky qytet, ne kemi zgjedhur Gjakovën këtë vit. Eva Lon Ibraj, atashe për kulturë në ambasadën franceze në Kosovë, tha se java e frankofonisë që është duke mbajtur në Gjakovë është duke u pritur shumë mirë. Kjo është edicioni 25 i javës së frankofonisë, domethënë që organizojmë ka 25 vite. Këtë vit ka qenë domethënë kryeqendra e frankofonisë ka qenë Gjakova. Jemi një mjaft mirë, kemi pas një bashkëpunim të jashtëzakonshëm, domethënë sonte jemi këtu e patëm filmin në kinema. Java e frankofonisë në Gjakovë do të vazhdoj edhe për disa ditë tjera.